Në Bashkinë Shkodër u mbajt një forum social që shënoi përmbylljen e një cikli aktivitetesh i përqendruar tek roli i personave me aftësi të kufizuara në mbrojtjen e mjedisit dhe proceset vendimarrëse. Drejtuesi i projektit Shpresa Luigi Mila vuri theksin tek nevoja për të dhënë më shumë zë dhe mundësi kësaj kategorie, duke konsideruar përfshirjen e tyre si thelbësore për një zhvillim të balancuar dhe afatgjat. Faktash jemi krejtësisht në habitatin tonë sepse gjithë jetojmë në këtë mjedis, gjithë jemi të interesuar, gjithëve na duhet një mjedis i pastër. Por nga ana tjetër edhe fakti që ne trajtojmë persona që kanë nevoja menore dhe fizike, mendojmë se mjedisi është kyç kryesor për marrëvajtjen e shtetit tonë. Projekti është financuar nga Koplan nëpërmjet një projekti të madh që quhet Green Al ose Shqipnia e Gjelbër, Green Albania. Kemi realizuar disa intervista, kemi prodhuar disa manuale, sidomos për mbrojtjen nga emergjencat civile, nga fatkeqësitë natyrore që do t'i shikonin në vazhdim. Kemi prodhuar një stol i parë i këtij lloji në Shkodër, besoj edhe në Shqipëri, një stol i dedikuar konkretisht për personat me aftësi të kufizuar. Do ta shikoni, është vendosur në Lulish, është pjesë e bashkëpunimit me Bashkinë Shkodër. Dhe po përpiqemi që të sensibilizojmë shoqërinë për çështjet e mjedisit, duke përfshirë një kategori të veçantë siç janë personat me aftësi të kufizuar. Zëvendës kryetaria e Bashkisë Shkodër Teuta Qyteza dhe prefektja Holta Duda nënvizuan angazhimin për të ndërtuar një qytet më të hapur, ku aksesueshmëria dhe barazia të jenë pjesë e përditshmërisë. Po le të nisemi tek ato të klimës apo tek ato mjedisore, të cilat kërkojnë një organizim të mirëfillt, për të cilët Bashkia Shkodër ka bërë disa projekte, disa aktivitete, dhe është një tematikë që shtjellohet e vazhdon të shtjellohet për të patur në kushte emergjencët një rezultat sa më maksimal, sa më të mirë, në mënyrë që të jemi të gjithë të përfshirë kudo ku ju jetoni dhe veproni. Misioni dhe qëllimi i këtij projektin vetvete, përveç se të evidentojnë ndoshta gjithë problematikat cilat shumë qartë u prezantuan më përpara, është edhe të evidentojnë edhe rolin që secili prej institucioneve vendore ka, rolin shumë të rëndësishëm do të thoja, në koordinimin edhe në evidentimin e gjithë problematikave që janë prezent, dhe patjetër në gjetjen e të gjithë zgjidhjeve të mundshme. Në përmbyllje u theksua se pjesëmarrja aktive e personave me aftësi të kufizuara në politikat mjedisore nuk është thjesht një nevojë, por një domosdoshmëri për një shoqëri me gjithë përfshirëse dhe të qëndrueshme.